Edhe ne po shkojmë zgjedhje pas 4 muajve që i patëm zgjedhjet poshtu të jashtëzakonshme, zgjedhje këto të cilat prodhuan një rezultat qartë, krijuan shumica stabile, po duket që partitë politike megjithatë nuk arritën të tejkalojnë veten dhe jemi këtu ku jemi. Sigurisht që gara duhet të jetë e fortë, por se mendoj që edhe për shkak të qenit në pushtet, për shkak të logjistikës që ta mundson pushteti, mendoj që pozicionin më të mirë ka partia në pushtet. Është lëvizja vetëvendosje. Se do ta kesh përdor? Nuk të thash kështu, po megjithatë është më lehtë, sepse si kryeministër, si ministra, ata gjitha i kanë mundësitë megjithatë me shfrytëzue logjistiken që ofron shteti. Në anën tjetër, një përparësi e lëvizjes vetëvendosje është edhe që ajo e ka një strukturë shumë stabile, nuk ka problem me leadership fare, për dallim prej partive tjera. Tash nëse shkojmë te Partia Demokratike, ne kemi pa që ajo vazhdimisht ka pas probleme tilla, pese njerëz kryesorë të saj ndodhen në Hag, fatkeqësisht këta kryetarët cilët kanë pasur zotin Veseli nuk kanë arrit që të etablojnë me arsye sepse në farë mënyrë nuk kanë mujtë që të shkputen asnjëherë prej hijes së zotit Veseli atje. Lidhja Demokratike ka probleme të mëdha me leadership, është e qartë, ne e pat kuvendin para pak muajve dhe pa asnjë kandidat tjetër, zoti Abdigjiku mezi arritje t'i bindë dikun gjysmën e delegatëve për ta votuar. Të shohim tash kjo kalimi i zonjës Osmani në çfarë forme do të jetë në Lidhjen Demokratike. Nuk besoj që ajo akomodimi i saj do të jetë kështu pa pasoja, sepse nuk mendoj që një shtresë e madhe që është ato që ka probleme me to, edhe për shkak të kaluamës së saj, për shkak të kalimit të saj dhe dëmtimet që e ka shkaktuar, nuk besoj që ajo do të pritet duar hapur. Dhe partia e fundit që i përmene është Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ajo nuk është